qytetit të Lipjanit, ndërtimi i një shkolle të re në Lipjan dhe ndërtimi i një qerdhe të re në Lipjan, renovimi i shkollës Lëzit Frashi në Lipjan, pastaj janë hapja e disa rrugëve të reja në qytetin e Lipjanit, ndërtimin e nënkalimit për vetura që lidh rrugën Skënderbeu me rrugën Çamirulluri, ndërtimin e qerdheve të tjera në teren përveç Lipjanit e kemi në Magure, në Banull, Glogavz dhe Bujari do të jetë një qerdhe, pastaj në Janiev, në Dobrojt Madhe dhe një përbashkët për ribarin e Madh Karajicës, Llakoçanin, Varigovcin. Gjithashtu do të vazhdojmë ndërtimin e shkollat të tjera përveç Lipjanit edhe në Smallush dhe në Banjic. Do të ketë sigurisht pajisje në programin tonë natyrisht të kabineteve shtesë, po edhe të tabelave të mençur ose tabelave digjitale për nxënësit në shkolla. Me projekte tjera do të vazhdojmë në ndërtimin e stadiumit për futboll në Gatime dhe një fushë ndihmëse për futbollin e madh në Lipjan, ndërtimin e sallave sportive në Topliçan, Janiev, Babosh, Krojmer, Bujari dhe Potërovc, ndërtimin e një palestre sportive në Gatime të epërme, ndërkaq që do të renovohet shkolla vjetër në Banull dhe në Dobrojt Madhe. Gjithashtu do të vazhdojmë edhe me ndërtimin e memorialit të ushqisë ligjore në Shalë dhe me ndërtimin e obileskut për dëshmorët dhe martirët e komunës në qytetin e Lipjanit. Do të vazhdojmë asfaltimin e gjitha rrugicave në çdo lokalitet, të cilat janë para përfundimit në shumë lokalitete, por do të vazhdojmë edhe në vitin e ardhshëm. E gjithashtu do të asfaltohen edhe rrugicat që lidhin Llogaxhin me Babushin, Rufsin e vjetër me Hallaçin e vogël, Teçen me Shushic, Hallaçin e vogël me Hallaçin e madh, Rufsin e vjetër me Dobrojën e madhe. Do të vazhdohet me ndërtimin e rrugës tek lagja Juve nga Gatimi deri